me deka, po kupton, nuk është gjë e lehtë, dhe nëse është e vladit edhe kur është në qatë mënyrë një është keqa, po kupton, po që thjesht familja jam, shteti janë sot më ka bo krejt, më ka jep një forcë shumë të madhe dhe më ka rikthy një jetë, domethënë, në gjendje që më konë, se më konë gjendje shumë të keqe. Çfarë qëllimi ke pas në jetë moshën 20 vjeç? Njëjta qëllime që i kam tash. Çka ke pas qef në botën e modelingut të? Jo, kom pas qef më bo avokate, notere, që se në kom pas gjithmonë qef për më kone re, shumë kom pas qef. Po tash ke dhe dëshirë dhe gjëra tjera, për ne për këtë. Po tash ka ndryshu, normalisht, adin unë gjithë nuk është se e menoj faktin, po hyna këtu mrena, o bona e famshme, tash ka me ndru, jo, jetës kur nuk i djetë, nashta, për shembull, famën edhe suksesin që arrin, ti mund është për 10 minuta me hub ki qasen që ke arrit. Kështu që kur e ki një shkollë, edhe ku mësu, dhe me thonë 5 vjetë, për kushtume për qatë shkollë edhe e kumë dhanë shpirtin për qatë shkollë, normalisht, unë menoj që në qofë se nuk umë hecë suksesi, nuk jam e sukseshme, nuk e bëj për shembull, nuk bëj diçka që tash du me bë, apet sapet e kam një diplomë, e kam shkollën teme dhe nuk mes të rrugëve, po kupton, apet sapet e kam një vend sigur dikon. Për çfarë mendon të ndihmon kjo gjë dhe për çfarë të penalizon për shembull? Shkolla? Jo shkolla, fama, në thonjë. Bigu, ku diun, me nëse dush. Për që kam ndihmon dhe për që kam penalizon, nashta se njerëzit kanë pargjyku, kanë me folë gjanat këqija, kështot. Adin, edhe unë jam tip që, sa do që i një të folë keqen e gjë, nuk e vras mendjen, a më ka njëherë dë fjallë kur janë shumë të rana, adin, mos ma merë për keq, po ti edhe pak e qiltër. Qysh e qiltër? I beson njerëzve. Kjo dhe thot e qiltër. Pak, shumë menoj unë më qofsha gabim. Qysh i beson njerëzve? Në çfarë aspekti i beson njerëzve? Pra, i gjon, i beson, do më thënë nuk është dhe ty në i vesh dali nga veshë tjetër. Na i herë edhe mund t'i besosh. Jo, që është të shpjegon? Nata e Kandit është